podcast. Përshëndetje, unë jam Mariana, nxënëse e klasës së 9. Ndërsa unë jam Gjena, nxënëse e klasës së 9 gjithashtu. Kjo është intervista jonë e parë në podcast, ku e ftuara jonë është psikologa e shkollës, zonja Blerta Tafani. Ajo do të përgjigjet disa pyetjeve në lidhje me shëndetin mendor. Çfarë nuk kupton data 10 tetor për ju? Data 10 tetor shënon ditën botërore të shëndetit mendor. Në këtë ditë ne kemi organizuar shumë aktivitete në shkollë për të ndërgjegjësuar prindrit, mësuesit dhe nxënësit se si të kujdesen për shëndetin e tyre mendor. Ne filluam që në mëngjes, ku shpërndam broshurat me mesazhe sensibilizuese për prindrit, për mësuesit, por dhe për nxënësit, si dhe vendosëm logon simbolizuese për të nxitur për kujdesjen dhe ndërgjegjësimin për shëndetin mendor. Më pas, ne organizuam një aktivitet me nxënësit e klasave të 4-ta dhe të 5-ta dhe nxënësit e klasave të 9-ta, ku kishim dhe një të ftuar, zonjën Eliana Tabaku, psikologe. Aktiviteti nisi me një video sensibilizuese të arritjeve të nxënësve tanë ndër vite, tregues ky një shëndeti të mirë dhe të fortë mendor. Më pas filluam me një ekspozitë ku nxënësit e klasave të 4-ta me anë të artit shprehën ndërgjegjësimin dhe përkujdesjen për shëndetin mendor. Më pas e ftuara jon, zonja Eliana Tabaku, dha një mesazh sensibilizues për nxënësit tanë. Si përkufizohet shëndeti mendor dhe në çfarë mënyre ndikon ai në jetën e përditshme të një nxënësi, si në aspekt emocional, po ashtu dhe në atë akademik? Shëndeti mendor ka të bëjë me gjendjen e mirëqenies sonë mendore, nëpërmjet të cilës ne mund të mendojmë, mund të sillemi dhe mund të ndjejmë. Shëndeti mendor ka të bëjë me aftësinë që ne kemi për të përballuar stresin e përditshëm, për të ndërtuar marrëdhënie me të tjerët, por dhe për të marrë vendime të drejta. Shëndeti mendor ka një ndikim shumë të rëndësishëm në aspektin emocional dhe akademik të një nxënësi. Një nxënës i cili ka një shëndet të mirë mendor është jashtë i shpreh ndjenja dhe emocionet e veta pa frikë dhe pa agresivitet. Një nxënës me shëndet të mirë mendor ka vetbesim, shfaq empati për të tjerët dhe i zgjidh konfliktet në mënyrë paqësore. Nxënës me një shëndet të mirë mendor ka një vetbesim më të lartë dhe e menaxhon më mirë stresin dhe ndryshimet që mund të ndodhin në shtëpi apo në shkollë. Për sa i përket aspektit akademik, një nxënës me një shëndet të mirë mendor ka një përqendrim më të lartë në mësime, vëmendja e tij është më e lartë për sa i përket procesit të mësuarit, është energjik, pra është aktiv në procesin e të mësuarit dhe ka një performancë të lartë akademike. Cilat janë disa nga faktorët kryesor stresues në jetën e një nxënësi gjatë viteve të shkollës dhe si mund të ndikojnë këto faktorë në mirëqenien e tij mendore? Faleminderit për pyetjen. Disa nga faktorët që ndikojnë në shëndetin mendor të një nxënësi janë të shumta, por unë do përmend disa nga më kryesorët. Përmend këtu presionin akademik. Presioni akademik ka të bëjë me ngarkesën në mësime, me provimet, me notat apo me pritshmëritë e larta që mund të kenë prindrit dhe mësuesit. Kjo gjë sjell tek nxënësit frikë, ankth dhe lodhje të vazhdueshme. Faktori tjetër ndikues është marrëdhënia me bashkëmoshatarët, konfliktet që nxënësit mund të kenë me njëri tjetrin, bullizmi, izolimi ose përjashtimi nga grupi. Kjo gjë ndikon në vetëvlerësimin e nxënësit, gjithashtu ndikon tek frika nga vetmia apo dhe në anktin dhe trishtimin e vazhdueshëm. Faktor tjetër ndikues kemi mbështetjen familjare, nxënësve të cilëve u mungon ngurtësia familjare apo kanë kërkesa të shumta dhe pritshmëri të larta nga prindërit, shfaqin më shumë mungesë përqendrimi, lodhje dhe angazhimi në shkollë. Një faktor tjetër ndikues është ndikimi i rrjeteve sociale, kalimi për një kohë të gjatë në rrjetet sociale, varësia që nxënësit mund të krijojnë nga rrjetet sociale, ndikon negativisht në shëndetin e tyre mendor, duke sjell stres të vazhdueshëm, vetbesim të ulët, vetëvlerësim të ulët, duke shkaktuar anktin social, por dhe duke sjellë shpërqendrim në mësime.
Çfarë mesazhi mund të jepni për të mbyllur podcastin tonë? Unë do të jap një mesazh për prindrit, mësuesit dhe nxënësit. Mesazhi që do ju drejtoj prindërve është që të kenë sa më shumë ndërgjegjësinë dhe vigjilencë ndaj çdo reagimi emocional, sjellor dhe psikologjik që fëmijët e tyre dhe nxënësit tanë mund të shfaqin, sepse vetëm kështu do i ndihmojmë nxënësit për një shëndet të mirë mendor. Nga ana tjetër, mësuesit duhet të kenë një bashkëpunim të ngushtë me stafin drejtues dhe me shërbimin psikosocial për referimin e rasteve që ato mund të hasin gjatë procesit të mësimdhënies, për të nxitur kështu për kujdesin që ne duhet të kemi ndaj shëndetit mendor të nxënësve në çdo moment ku mund të kemi luhatje emocionale apo vështirësi në përshtatje apo vështirësi nga më të ndryshmet. Nga ana tjetër, nxënësve dua t'ju them që të krijojnë një ambient mbështetës për njëri tjetrin, të shfaqin sa më shumë empati për njëri tjetrin, të kujdesen për njëri tjetrin dhe të jenë të vetëdijshëm që ne jemi këtu për ta, për t'i ndihmuar dhe për të qenë pranë tyre sa herë ato kanë nevojë apo mund të hasin vështirësi gjatë ecurisë së tyre në shkollë. Faleminderit për vëmendjen. Shihemi në podcastin tjetër.